nuk mund të quhet incidenti i kanalit Korfuzit, unë personalisht e quaj provokacion në Porto Eda. Tani, Porto Eda kam dhe sepse në atë kohë anglezët vazhdonin të quanin Sarandën Porto Eda. Do të pjesë këtë se edhe kjo është shumë interesant. Si fillim, Artur, ti do më tregosh me të përmbledhur me 2 minuta çfarë ndodhi. Që gjithë ata që na ndjekin, duhet të jenë të qartë, ore çka ka ndodhur? Se ne kur dëgjojmë fjalën incident, është gërvishur në një anglez thonë ata. Në fakt janë vrarë 44 dhe 42 janë plagosur. Tani, çfarë ka ndodhur në 2 minuta? Na trego për gjithë ata që na ndjekin. Jo për mua, për gjithë ata që na ndjekin. Para se të vemi te incidenti, duhet të kuptojmë situatën para incidentit. Po, kishte një situatë, shiko. Të tensionuar. Greqia ishte në situatë në luftë civile. Komunistët ishin duke marrë pushtetin, po në këtë periudhë. Vendet si Bullgaria, Shqipëria, Jugoslavia ndihmonin komunistët të drejtuar nga Bashkimi Sovjetik. Shqipëria dhe Greqia ishin në gjendje lufte, jo vetëm për shkak të ligjit luftës të vitit 1940, po dhe situata në teren ishte tepër luftarake. Kishte incidente kufitare për ditë, jo nga 1 dhe 2, po incidente kufitare të shpeshta. Forcat angleze, pra në situatën që ishim, Marina Britanike ishte dislokuar në Korfuz, në Greqi. Pra që do thotë, në këtë situatë... Se ishte atje? Ishte që mbas luftës 2, mbas fitimit luftës 2. Se nuk që ikur, mbaroj? Sepse Greqia në marrëveshjen e Jaltës ishte pjesë e perëndimit. Po çdo dhe Britania le të ishte perëndim. Po mirë, po Greqia është një nga pikat më interesante ose një nga interesat më të mëdha të Britanisë strategjik në mesdhe, që është Greqia, Malta dhe Kipro. Po, dhe ndërkohë dhe ne, Jugoslavia ishte këmbkryq në Shqipëri. Këmbkryq në Shqipëri dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Dhe këtë do ta shijojmë mbrapa që si ndodhi incidenti. Po prit, jo, kjo situata. Shqipëria ishte duke aneksuar. Nuk u vendosën marrëdhënie me Britaninë. Jo, Shqipëria nuk vendosi marrëdhënie, por ata e njohin qeverinë shqiptare dhe në mars të vitit 46 marrëdhëniet u shkëputën për shkak të mos pranimit të kthimit të general të kolonelit të majorit Smith. Po më ka një histori në fakt. Tjetër, nuk u vendosën marrëdhënie me amerikanët, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe u dëbua misioni këtu. Pra, në ndodhi incidenti 15 majit, kishin ikur dhe amerikanët dhe britanikët nga Shqipëria. Jo, amerikanët jo të gjithë, kishte ikur vetëm një pjesë dhe kishte ikur... Ose ishin thyer keq marrëdhënie. Po pastaj në tetor kanë ikur amerikanët. Ishin thyer... Tani, për 2 minuta na tregon çfarë ndodhi. Në këtë situatë, si zakonisht, siç ndodhte rëndomt, anijet britanike lëviznin nga Korfuzi dhe dilnin në Jonin Verior. Mirë po. Jo, ma shpjegoj këtë, pse dilin në Jonin Verior? Sepse kryenin veprime. Ku shkonin ata në Jonin Verior? Kryenin veprime, patrullime, venin bën port vizita, bënin çminime, sepse duhet kuptojmë që mbas luftës 2 botërore, i gjithë deti adriatik ishte pothuajse i minuar. Atëherë çfarë ndodh? Është e rëndësishme. Britania dhe vendet e tjera të Evropës, ku Shqipëria nuk ishte pjesë, s'kishte kapacitetet e çminimi, bën çminimi e kanal, ne quajmë kanal, në fakt është një rrugë kalim për gjatë gjithë Bregdetit dhe në krahun lindor. Ishte një kanal i cili vinte nga Patrasi, vinte në Igumenic, vinte në Sarand, vinte në Korfuz, në Sarand, në Imar, në Vlorë, pra të gjitha anijet ku lëviznin nga jugu në veri apo nga veriu në jug, nuk kalonin sipas rrugëkalimit tani, kalonin në këtë korridor që ishte pastruar. Do thë se ishte pastruar kalonin aty. Kalonin aty. Dhe kjo ishte bërë në fund vitit 45 dhe 24-25. Në datën 22 tetor? Në 15. E para fillon në 25. Ke një parangjarje. Është një parangjarje. Sa ditë para? 15 maj 26. Ka ndodhur shumë para. Po, ka ndodhur me thënë qeveria shqiptare dha urdhër të goditen 2 anije britanike që kalonin rutinë. E dha veten veri urdhrin? Pa diskutim. Si? Shikoni, se akoma s'kemi vajtur te ngjarja. Veprimet të tilla nuk bëhen pa miratimin dhe pa urdhrin e drejtues e komandantit përgjithshëm, sepse jemi Jo, një sekondë, u futën, do të thënë ideja është në 19 maj, 15 maj u futën anijet britanike nga Korfuzi, nga veriu për të vajtur në Korfuz. Dhe kaluan në ujrat tona. Po aty ishte kanali. Po mirë, ujrat ishin tonat? Tonat, kanë kaluar para Sarandës. Dhe në veri dha urdhër për zjarr? Natyrisht. Jo për goditje, po
për paralajmërim. Do të në ajër. Me thënë, me tejkalim ose me mosmbritje dhe nuk u godit. Me tejkalim do të thënë me flurudha hark. Që të mos i prekte. Të mos i prekte. Dhe ore, ata kur i pan, prit sa ta menin Enverin, si funksionoi? Jo, shikosisht. Anijet kalonin rutinë aty, çdo ditë. Po ditë, pse pikërisht atë ditën? Atë ditë ishte edhe në urdhër. E thjesht, atë ditë ishte edhe në urdhër, nesër goditini. Pra, nuk ishte e papritur. Nuk ishte papritur. Jo, ishte planifikuar. U qelluan. Atë ikën ata. Mbas kësaj, qeveria shqiptare në datën 21 maj, nxori një urdhër ekzekutiv që ndalonte kalimin paqësor të gjitha anijeve të luftës në territorin shqiptar. Pra, atë që bëri në 15 me armë, e bëri me ligj. Reagoi Britania? Natyrisht. Dhe çfarë tha? Sepse kjo ishte një ulje hunde, ishte një e Britanisë së madhe, fuqisë më të madhe detare deri në atë periudhë, të paktën për gati 3. Ja ndodhi me vërtetë Enveri? Tashti ata reaguan, filluan lëvizje diplomatike, letrat me njëra tjetrën, që është qeverinë shqiptare akuzoi që kishte vepruar në kundërshtim me drejtin ndërkombëtar. Kush e nxiste Enverin të bënte këtë? Shiko, un kam kjo është e vërteta është që këtu nuk kemi një burim, por nga çfarë kuptoj unë, nga mbrapa gjithë historisë ka qenë Jugosllavia. Sepse qëllimi i Jugosllavisë mund të arrijë për aneksimin e Shqipërisë vetëm nëse izolohej Enver Hoxha dhe qeveria shqiptare. Ata nga Stalini e kishin izoluar, sepse Stalini e kishte dhënë viston që Shqipëria ishte kontaktit me Shqipërinë i bante vetëm nëpërmjet Jugosllavisë. Dhe e vetmja ishim në sqetullën e Jugosllavisë dhe vetmja rruga tjetër e izolimit ishte perëndimi. Dhe incidenti ose situata e distanconte Shqipërinë dhe izolonte plotësisht si nga lindja dhe nga perëndimi. Pas ka qenë skem. Ishte për mua ishte një skem, një kurth. Kurth diplomatik, kurth për të cilin ne kishim interes që ram. E donim që të binim në këtë kurth. Sepse dhe ne do më thënë Enveri. Natyrisht. Pra, jo të gjithë e kanë fjallën, se nuk kanë qenë. Por që është një situatë e cila... Okej, mbas saj deri në tetor, pati ndonjë problem? Nuk kaluan më. Nuk kaluan? Jo. Nuk kaluan, vetëm pati shkëmbime diplomatike dhe kalimi i parë është ky i datës 22 tetor. Tani në 2 minuta çfarë ka ndodhur? Në 22 tetor anije dolën nga Korfuzi, përpara 2 anije. 4 anije? 4 anije. 2 destroyer dhe 2 kryqëzor. Tani, cili është ndryshimi destroyer me kryqëzor? Destroyeri është një anije shoqërimi e lehtë, kurse kryqëzori është anije me fuqi të plot zjarri në të gjitha dimensionet e saj. Të 4 këto u futën në ujë ato? Të 4 dhe ishin në formacion kolon. Që do thotë? Një. Është nga Korfuzi, erdhën deri përpara Sarandës, se kështu kalonte Rukalimi. Të lutem, foton e Sarandës. Ku? Është një skem që kanë. Kjo është foto e Sarandës. Me foto këtu nuk kanë hyrë. Nuk kanë hyrë këtu. Jo, kanë qëndruar diku në krahun e Majt. Në krahun e Majt. Atëre, foto tjetër se e kemi sipas Sarandës. Po. Kopertinë e librit. Ja këtu. Ja, ky është kanali i pastrimit. Mund të çosh. Ky është kanali që pastroj. Që that juve, i pas. Po, dhe ky kanal vente deri në Trieste. Kapte çdo port. Sa i gjerë ishte? 1 milje. 1 milje? 1 milje. Dhe ky kanal vinte nga... Zakonisht një shkolon kalonin aty. Jo, kalon njëri, po, kur kaloni, gjithmonë kaloni. Ngjitja e lartë bëjnë në krahun e djathtë dhe zbritja bëjnë në krahun e Majt. Por të gjitha anije, nuk kalonte asnjë anije këtu. Të gjitha kalonin vetëm në këtë kanal. Po, atë ditë çfarë ndodhi? Ku kaluan? Përsëri këtu në 22 tetor. Po mirë, aty janë ujërat tona? Po pra, janë ujërat tona, do ta shikojmë. Kemi 2 kanale Korfuzi. Jo, një sekond. Këtu jemi në gjuhën e Sarandës brenda. Tani ti thej që nga 15 maj nuk kishin kaluar. Jo, dhe Shqipëria kishte pezulluar të drejtën e kalimit paqësor, që do të thotë që ato nuk mund të kalonin më, sepse kishte urdhër ekzekutiv të shtetit shqiptar. Tani ato në 22 tetor kaluan. Se ishte demonstrim force? Jo, vetëm kaluan, po kishin nxjerrë dhe urdhër operacional për kalimin dhe një njeri me kamerë vazhdonte dhe filmonte se ata e dinin që do ndodhte diçka. Prandaj kemi atë foton e? Pikërisht.
E dini që? E dini që do ndodhte, sepse është shkruar në urdhrin operacional. Që dini që do ndodhte pritën Po, sepse u goditën. Zë makina mua. Po, u goditën datën 15 dhe ata prisnin këtë goditeshin me artilleri në datën 22. E mirë, po jo nga minat. Nuk dini gjë ata që ishte minuar. Po pra, ata mendonin që do na qellojnë me armë. Po, dhe urdhri operacional thoshte, në rast se goditeni nga toka, nga Saranda, të kthehet, më thënë, zjarri të kthehet, por keni kujdes objektivat civil. Çfarë ndodhi? Atëra anjet kaluan, erdhën këtu që është afërsisht tek kjo kanali Çukës, u kthyen për në drejtim të Kepit Qefalit. Te Dodona, ty afër atij hotel Dodona? Po, 800 metra është, kjo këtu është 800 metra nga kanali. Kjo këtu është 1 kilometër e gjysmë, 1.2 kilometra. 800 metra është ajo nga kanali Çukës. Po, dhe bie para këtu. Po, Suamare. Gjithmonë në ujërat tona. Në ujërat tona, mu këtu ja kur Saranda. Po? Bie këtu. Po? Suamares ishte e dyta në linjë. Ishte Mauterius, Suamares, Volazh dhe Linder. Po? Tashti, dhe bie e dyta. Po? Atere, komandanti i skuadronit, që ishte, ata nuk e prisnin goditesh nga toka. Dhe shpërtheu e para. Shpërtheu. Vdiqën X u 42 këtu kam vdekur. Vetëm tek ajo. Jo të dyja? Jo. Dhe atere komandanti i skuadronit, që ishte admirali Kinahan, dha urdhër ani e parë të niset në drejtim të Kepit Qefalit, ani e dytë të niset në drejtim të Korfuzit, dhe ania e tretë që ishte Volazh rimorkion Suamarezin dhe niset në drejtim të kundërt për të ardhur në Korfuz, për të kthyer. Po sipas kanalit. Po çfarë ndodhi? Në momenti që kthehet dhe vin këtu, duke tërhequr Suamarezin, bie dhe Volazhi në minë. Tashti, këtu është historia më interesante. Se? Sepse Suamarezi bie në bash dhe i përkulet bash i anijes. Dhe Suamarez nuk lëviste dot më me bash, sepse e pengonte, ishte shqyr bash. Nuk e të vishte dot, domethënë. Atëherë çfarë bën komandanti i anijes, e pret bashin. E shërron? Po, me oksigjen. Pak ishte ngelur, domethënë dhe ishte gati për të kthehet me kiç, e vendos Suamarezin me kiç dhe vetë ikën në bash dhe vetë ikën me kiç. Kjo është? Ja, pikërisht. Shiko si e ka tërhequr dhe ikën në këtë drejtim për në Korfuz. Do të kthehet. Po, kthehet. Sepse drejtimi është shtej. Po, ky është bashi i Suamarez. Do të bashi është pjesa e përparme. Merr aty gjendet kjo është Volazhi. Aty gjendet Suamarezi, e tërheq dhe ikën me kiç deri në Korfuz. Me kiç? Me drejtim nga mbrapa. Nga mbrapa, pjesa mbrapa. Bashi dhe kiçi. Dhe ikën mbrapa deri në Korfuz, derisa vend të dy anijet në Korfuz. Dhe në kujtimet e tij, ose dhe në dokumentat zyrtare që kanë ardhur më vonë të admiralit Kinahan, ai në fakt në të gjithë komentet e tija përmend komandantin e Volazhit si një nga heronjt e incidentit. Po mirë, ata të vdekur çfarë ndodhen në ato momente? Ata tani një pjesë e tyre ishin anije. Të vdekur? Po, të vdekur. Dolën dhe në tokë, dhe u dorëzuan. Ku, në Sarand? Po, në Sarand. Dolën këtu. Kanë dalë këtu. Dolën, a? Po. Sa? Mund të kenë dalë 2 ose 3. Dolën materiale shumë materiale. Dolën edhe të mbijetuar? Jo, të vdekur. 2 ose 3 kanë dalë këtu në... Si dolën aty? Po dolën nga rryma. I nxori deti. Jo vetë këta të konstruit. I nxori deti. I nxori deti, Këtu në Sarand, kapiteni portit, që në atë kohë ishte Kel Nonaj, një oficer ish marinës mbretërore, i diplomuar në 29 oficer, dërgon një lanç për t'i dhënë ndihmë, këta nuk pranojnë, gjithsesi ditën tjetër. E dërgoi një mjet lundrim. I dërgoi një mjet të vogël për të kërkuar ndihmë, nuk pranuan ndihmë. Nuk pranuan. Dhe ditën tjetër, dhe mbasi për një javë rresht është bërë kontrolli të gjithë zonës dhe çdo material që gjendej merrej, grumbulloi dhe vendosej në fund. Autoritetet tona u treguan korrekte me këta për shembull të vdekurit, me këta pati korrektësi në trajtimin e çështjes, domethënë sepse ishte detyrë e Shqipërisë, sepse Shqipëria duhet të sillej sikur nuk dinte gjë për minat. Tani do ta sqaroj këtë. Do kjo është ngjarja kaq. E gjithë kjo në sa kohë ndodhi?
Kjo ka ndodhur, e gjithë ngjarja ka ndodhur në 3 orë. Domethënë nga ora, po themi 14:53 deri në orën 16:16. Këta kanë dalë nga Korfuzi në orën 14:10 dhe kanë ndodhur deri në orën 17:30. 14:10, 17:30 janë kthyer në Korfuz. Në Korfuz. Për 3 orë. Tani, si u përhap ky lajm? Në Britani, gazetat. Shiko, ky e para që incidenti i kanalit Korfuzit është incidenti i parë i luftës ftohtë. Dhe i më i madh. Dhe më i madhi. Dhe e dyta është rasti i parë që merr në shqyrtim gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Me këtë ka filluar. Dhe është rasti unikal që nuk ka shkollë drejtësie apo marine në botë që mos ta studioj. Dhe në akademinë tonë. Në tërë botën, në gjithë botën. Do të thonë kjo studiohet. Studiohet. Dhe në akademinë tonë ka të paktën 10 vjet që është futur si orë mësimi incidenti kanalit Korfuzit. Unë të paktën 3-4 universitetet të Tiranës, private dhe shtetërore, e kam dhënë, jam thirrur dhe e kam trajtuar çështjen e incidentit. Do të thotë sot po jepni leksion. Po, e kuptova. Jo, me këtë pasqyrim kështu. Tani, kush e dha lajmin e parë? Lajmi funksionon nëpërmjet publik them unë. Gazetat, se atëre gazetat Perëndimi e ka dhënë i parë. Po jo Perëndim, po kush? E di këtë? Britanikët. Po e di cila gazetë? Jo, nuk e di. Këtë duhet të bëjë studim. Këtë nuk e di se cila gazetë. Sepse nga pikpamja e mënyrës se si e trajtoi incidentin, nuk është objektiv kush e ka dhënë i pari. Jo, themi pari sepse interesi publik pasaj dhe kjo mediatik ka vlerë. Tani, çfarë ndodhi direkt? Reagimi i parë si ishte? Reagimi i parë ishte i jashtëzakonshëm në lidhje me incidentin. Që do thotë? Qeveria britanike akuzonte qeverinë shqiptare. Ore bën një veprim me armë ata? Jo, nuk bën asnjë. Asnjë veprim. Jo. Pse? Sepse ata ishin përgatitur të goditeshin nga toka. Kurse këtu, këtë se kishin edhe, se dini. Ja, këtu përsëri? Jo, kjo është tjetër gjë. Të lutem ktheu dhe një herë atje ku ishim. Pra, ata ishin përgatitur të goditesh nga toka. Këtu ata nuk e dinin nga ishin goditur. E para dhe e dyta. Pse? Sepse gjithë kjo zonë ishte e minuar, pavarësisht se kjo ishte kontrolluar. Ti nuk mund të veproje pa e ditur me 100% garanci që minat i kishte vendosur Shqipëria. Do të thënë, edhe një përgjith, ata që po na ndjekin. Këta ishin të bindur që ajo pjesa aty ishte e pastër. E pastër. Dhe befas ranë në minë. Por, që do të thotë që ishte vendosur ato ditë. Teorikisht po. Por prandaj u bë operacioni datës 12 dhe 13. Këtë që thashë në fillim. Pikërisht pse? Sepse çfarë u zbulua? Çfarë u zbulua? U zbulua që minat ishin vendosur së fundmi. Sepse një minë. Kush e zbuloi këtë? Ata që nxorën britanikët. Do të thënë çminimin kush e bëri ndatë britanikët. Si sot 79 vjet më parë. Britanikët. Se unë prandaj po bëj sot edicion. Britanikët nxorën minat dhe thanë, minat nuk kanë më shumë se 1 dhe 2 muaj në ujë. Kaq, një muaj. Sepse dallohet mina nuk ka myshk. Për këtë arsye. Për këtë arsye, është e dallohet në momentin që nxjerr minën, ti e dallon që është vendosur së fundi dhe minat ishin vendosur së fundi. Kjo u quhet skandal? Kjo u quhet skandal, domethënë filluan këto veprime diplomatike, notat verbale, çështja vajti deri në Këshillin e Sigurimit. Nuk është trajtuar në OKB. Dhe në dhjetor, Shqipëria bëri një veprim tjetër juridik. Çfarë bëri? Vendosi kufirin në mënyrë të njëjtshme, kufirin në kanalin e Korfuzit. Ku e vendosi? Nxori një dekret të datës 9 dhjetor. Dekret do të thënë firmosur i bie nga dekret qeveritar, jo qeveritar. Se dekretet e presidentit. Çu quajnë atë dekret. Enver Hoxha. Po, dekret dhe u vendos, paktën kështu është në titull. Dhe ku thoshte në fakt që duhet të kesh ca marifete që nga kepi qefalit kaq milje, nga kjo kaq milje dhe del ajo automatikisht që është një vije e cila vjen afërsisht jo sipas kanalit. Tani ti shpjegoj me foto tjetër, të lutem, sepse që ti shpjegoj me anë të fotove.
Këtu kemi për të... Kjo është hipoteza britanike për minimin e kanalit Korfuzit. Që do thot? Që do thot Britanikët në Hag kanë prezantuar një plan ose një hartë ku tregojnë itinerarin si kanë lëvizur anijet nga Shqiberniku që kanë vajtur në Kotor, kanë ardhur, kanë bërë minimin e kanalit Korfuzit dhe janë kthyer përsëri mbrapa. Dhe ata pretendojnë që kjo ka ndodhur në datën 19 tetor, pra 3 ditë përpara. 3 ditë para. Po, por kjo skem nuk u pranua në gjykat sepse provat që u paraqitën nuk ishin të forta, ishin 2 ushtarak Jugoslav, një civil dhe dy marinar, i cili njëri pretendonte që kishte parë 2 dragamina të nisura nga Shqiberniku dhe tjetri pretendonte që kishte parë duke u ngarkuar me mina 2 dragaminat në Kotor. Po, Shqiberniku sot është e Kroacisë? Po. Dhe Kotori është e Malizji? Është i Malizji. Dhe kjo skem nuk kishte prova. I Malizji. A ishi Shqipërisë në fakt, po hajtë në e kanë marrë. Dhe të dy Jugoslavët u paraqitën në gjykat, por provat që ata paraqitin nuk ishin bindse dhe kjo skem nuk u pranua. Ra. Shqipëria u dënua jo me... Jo, pritani, pa filluar gjyqi. Pa filluar gjyqi, kush e kërkoi që të shkonte në gjyq kjo çështje? Këtu është thelbi. Shqipëria nuk e kishte detyrim të vente në gjykat ndërkombëtare se nuk ishte antare OKB-s. E si ishte bërë antare? Jo. Ne në dhjetor kishim bërë kërkesën ose në tetor kishim bërë kërkesën, tetor 26 kishim bërë kërkesën për të bërë antar të OKB-s. Dhe Këshilli i Sigurimit e shtynte shqyrtimin e kërkesës tonë. Pse? E pengonte Britania. Kishte ndodhur dhe incidenti edhe e pengonte Britania. Dhe kur ka vajtur Isni Kapua në datën 17 janar 1947 në Këshillin e Sigurimit, që ka mbajtur një fjalim, mbasi ka trajtuar çështje, sepse u trajtua çështja e incident kanalit Korfuzit. Mbasi trajtoi që Shqipëria me Greqinë ishte në gjendje lufte, kishte incidente kufitare, bëri një pyetje. Si ka mundësi që Shqipëria ka bërë kërkesë për antarësim në OKB përpara filan vendit dhe përmend një vend, dhe ai vend shqyrtohet nga Këshilli i Sigurimit përpara Shqipërisë. Dhe Shqipëria e kuptoi, ose qeveria shqiptare e kuptoi që Britania do ta pengonte antarësimin e Shqipërisë në OKB. Jo se e miraton Këshilli i Sigurimit, po kalon në procedurën e Këshillit të Sigurimit. Po nuk dha vizën Këshilli i Sigurimit, nuk vete në asamble që ti të bësh antar. Atëre, duke kuptuar që Shqipëria do të pengoj për shkak të incidentit kanalit Korfuzit dhe antarësimin e saj në OKB, qeveria shqiptare vendosi të sillet si antare OKB-s të pranonte shqyrtimin e çështjes në gjykatën ndërkombëtare. Do të ishte një lloj detyrim. Ishte një vendim i sforcuar për të dhënë mesazhin që shkon, ne nuk dim gjë, ne nuk kemi gjë, dhe meqense ju doni të vemi në Hag, po vemi në Hag, dhe pra ishte një mënyrë sjellje si e pafajshme. Ishim ne të pafajshme? Për mua po. Do na shpjegosh. Foto tjetër, që të vim pasaj edhe te procesi dhe te detajet e tjera. Kjo është harta. Shiko, kanali Korfuzit ka 2 kanale Korfuzi. Një gjeografik dhe një juridik. Po, më ndryshojnë këta? Ja. Ky është kanali Korfuzit, i gjithë hapësira ujore që gjendet këtu, që është nga kepi Qefalit deri te kepi Shën Katerinës dhe gjithë hapësira ujore, ky quhet kanali Korfuzit nga pikpamja gjeografike. Por nga pikpamja juridike për lundrim nuk është i gjithë. Është vetëm ky ripi i kuq dhe këtu bëhet kon për shkak të hapësirës që duhet da. Dhe në këtë kanal anijet kanë detyrimin të lëvizin në kushtet e regjimit kalimit paqësor. Kështu quhet, ajo që do të thotë vetëm të hysh dhe të dalësh, nuk ke të drejtë të kryesh veprime që kërcënojnë sigurinë e vendit tjetër. Ngritjen e avionëve, në ndecën gjendje të mbiujshme, aparaturat në sistem pasiv, jo në sistem aktiv. Nuk mund të qëndrosh në spirancë pa një arsye madhore. Jo në spirancë? Jo në spirancë. Pra, që do të thotë që nëse ky është kanali juridik dhe ky gjeografik, këtu jemi në hapësirën detare të Shqipërisë. Jemi në ujërat territoriale të Shqipërisë. Tani, foto tjetër se... Dhe kjo skem është bërë nga unë, pa patur... Te ke bërti, po pse ke shkruar Port, jo Porto, Eda? Duaj Porto, e kam Porto Eda. Tu e ke Porto Eda, ti e ke gabi. Dhe çfarë ndodh? Këtë e kam bërë unë pa e ditur, pa patur asnjë hartë britanike. Po kjo?
Kjo është harta origjinale britanike dhe po ta shikosh kjo përputher. Po. Pra kur unë bëra këtë nuk e kisha këtë. Ti e ke bërë më mirë më atje. Kjo është hartë e bërë lundrimore, por që kështu ka ndodhur ngjarja dhe po ta shikosh. Okej, foto tjetër që të arrin tani. Këto janë 4 anijet. Këto janë 4 që the. Po, kjo era e para. Si ishin në një shkollon këto? Kjo e para? Jo, ishte kjo e para, kjo e dyta, kjo e treta, kjo e katërta. Dhe Linder. Linder. Po. Do kush ishin? Tani kush janë destroyer dhe kush janë kjo është ky është kryqëzor dhe ky është kryqëzor. Këta të dy janë destroyer. Pra dy kryqëzor kishin vënë mes dy destroyerët. Po, ata do thënë u ranë mina volazh? Po, ra i pari Suamares, pastaj ra volazh. Okej, foto tjetër? Po, ky është momenti i rënies në minë. Ora 14:53 ka humbur 14:53 30 sekonda. Do thënë ti the që e kemi këtë moment për faktin sepse po filmonte dikush. Ata kishin plan operacional dhe dikush filmonte në anije. Po kush është ky? Një marinar. Marinar, a? Po kishin vënë një njeri me kamerë për të medias që vetëm filmonte. Dhe filmimi bëhej nga volazhi. Ti e ke parë filmimin? Po. E ke parë filmimin? E ka dhe në YouTube? Jo, e ka Image? E ka dhe dritare filmimin. Kush e ka? E ka në arkiv. Kush e ka? Rudina Xhunga, duhet ta ketë. E sigurt 100% që e ka. Kjo që nga yll fare. Sepse unë di, jo vetëm nga që ka dhe dokumentat incident kanalit Korfuzit. Okej, foto tjetër? Po, ky është mina. Ky është operacioni i çminimit datës 12 dhe 13 nëntor 1946. Kjo është foto e pikërisht 4 fiks sot 79 vjet më parë. 4 dragamina britanike hyn në ujërat shqiptare. Disa anije qëndronin jashtë, vetëm këto hynë dhe bën çminimin dhe çminuan 22 mina në gjiun e Sarandës. Shiko tani, si ka mundësi nuk kishin rënë anijet e tjera atje? Sepse u ndërpre trafiku. Nuk ka lëndë më, ha? S'ka lëndë më, u ndërpre trafiku detar, nuk kaloi më. Në moment që bie një anije në minë, trafiku bllokohet deri në pastrimin e saj. Dhe këto rrinin kështu mbi ujë? Apo ishim Jo. Po si ka dalë ajo? Kjo tani është prerë. E kupton, shko, si ndodh. Mina çminusit kanë disa kanë disa kavo që i treqin nga mbrapa që janë në formë vëje dhe ato kavot kanë të lidhura disa thika. Në momenti që ajo kalon, kjo rrezikon kur kalon. Rrezikon. Sepse kalon kjo e para dhe këto thika çfarë bëjnë, presin kavon e minës. Mina del në sipërfaqe dhe mbasi mina del në sipërfaqe, goditet me artilerinë anijes, jazisohet dhe ky është metoda e jazisimit. Ky është çmëntim. Ky është çmëntim. Dhe përveç saj ata nuk jazisohen të 22-ta, një ose dy i morën dhe i çuan në mal për ekspertizë. Po ta shikosh, kjo minë është pa myshk, që do të thotë që është e freskët. Dhe në këtë mënyrë, atë ditë janë çminuar 22. Wow, shumë. 2 u ranë në minë, u bën. Se ranë në minë, shpërthyen? Po 2 që shpërthyen datë 22. Ai që ishte ato dy. Thasë gjatë çminimit. U bën 24. Po. 2 24. Po kaq më 2 janë zbuluar në vitin 58. Ç'a thua? Po, gjatë çminimit 58-s u bën 26. Po. 2 janë akoma nën ujë. Unë i kam të filmuar, e ke dhe fotot aty. Janë sot nën ujë në thellësinë 50 metra. Jo, nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik, se janë në thellësinë 50 metra. Kanë 79 vjet. Ja këto. Këto janë. Jo, më fal, jo, kjo është një tjetër, është një minë tjetër. Këto do ta shpjegoj çfarë është. Është një minë tjetër, është një pamje tjetër. Kjo është. Kjo është në 50 metra thellësi. Po mirë, kush e ka fotografuar këtë? Këtë e ka fotografuar ekspedita amerikane Ki shoqëra eurontare? Nuk i shoqëronte eurontare. Po kush i shoqër? Shoqëruesi ishte Adrian Anastasi. Po, Adriana. Ai ishte bashkëdrejtuesi. Po pse s'ka rrezik? Sepse është në thellësinë 50 metra.
Se vetëm po ta prekësh, po ta luash. Në thellë 150 metra nuk. Pse nuk e keni hequr këtë? Po sepse në fakt tani po ta ngacmosh atë është më rrezik ta ngacmosh. Më rrezik. Është më rrezikshme ta ngacmosh. Mi, gjithsesi diçka duhet bërë atje. Nuk ka asnjë rrezik as për lundrimin, për asnjë gjë. Po si mund të prekë një lig, një gjë? Nuk prek, është 50 metra thellë. Është 50 metra. Okej, foto tjetër që të shpjegojmë tani se ç'ndodhi më pas. Pra, dhe kjo është dhe aty jam vendosur 30 mina. Do të gjithsej, ë? Gjithsej. Wow, shumë mirë vendosur. Tani, foto tjetër që të bëj pyetjen e madhe kur e kush e vendosi minat. Ja presim një moment, po. Kjo është Mina Hevesja. Kjo është një anije jugoslave. Që unë Pse ke shëruar gjermanët ti? klasi është gjerman, po i është dënë si plaçk luftë e Jugosllavisë, mbas luftës së dytë botërore, është klasi toga dhe unë dyshoj që kjo anije vazhdon të jetë në gjuhën e Korfuzit, në gjuhën e Butrintit, e pa identifikuar dhe e pa pretenduar nga askush. Po të dalim tek ajo foto tjetër. Si, ma thuj çik në Shqipëri, është e fundosur? Është në 50 metra. E fundosur? Po, shiko, në gjuhën, ja do ta shpjegoj. Në gjuhën e Butrintit, në thellësinë 50 metra, gjendet një anije e mbytur, e cila në bord ka akoma mina dhe nuk e pretendon askush dhe nuk e di askush se çfarë anije është. Po si se pretendon? Në Bregdetin shqiptar janë 120 anije të mbytura. 119 dihet çfarë anije është, e kujt është, dita, data, e këto data të gjitha. E vetmi anije që nuk dihet që do të thotë që kjo është ajo që e ka bërë? Që unë dyshoj që kjo është anije që ka bërë minimi bashkë me dy të tjera. Me dy të tjera? Po, kanë qenë dy anije që po ta shikojmë janë mina heqse të klasit mblet. Po, që është një anije tjetër aty. Ja presim një moment. Po kjo është, pra, ishte ajo anije dhe dy të tilla. Dhe po të lexosh librin e profesor Anastasit, atje ka një radiogram të dërguar nga komandanti i Sazanit në atko me Vlan Dervishi, major Vlan Dervishi që ja dërgon shefit të shtatmadhorisë, Mehmet Sheut, dhe i thot, ka qenë data 17 shtator 1946, dhe i thot, për para bazës Sarandës kanë ardhur 3 anije jugoslave. Çfarë të bëj me këto? Nuk dinte gjë ai që do venin 3 anije jugoslave. Mehmet Sheut kthen përgjigjen. Të futen brenda në bazë me fonogram. Atëre me Vlan Dervishi i thot herën tjetër na njoftoni më përpara. Këto janë anijet që kanë bërë minimin e kanalit Korfuzit dhe data e minimit e sakta, ngjarja, anijet kanë Përkon? Anijet kanë hyrë në Sazan në datën 17 shtator, në mbasdite. Minimi është bërë natën midis datës 19 dhe 20 shtator. A që në shtator? Një muaj para? Po, një muaj para. Nuk është bërë në tetor, si që tonë britanikët. Data përkon 19, por jo në 19 tetor... Foto tjetër? Ja, presim një moment. Ja, kjo është anija. Anija e mbytur në kanalin e Korfuzit, që është në gjuhën e Butrintit. Ja, kjo është mina që gjendet në bordin e saj. Kjo që thej që nuk ka pronar, nuk i del pronari. Nuk i del pronari. Po. E këto dhe athaja deri tani janë bërë vetëm 2 filmime. Filmimin e parë e ka bërë Instituti Arkeologjik Amerikan në vitin 2008, se ata në fakt shikosino, ata kërkonin për anije antike në bashkëpunim me Institutin Albanologjik. Dhe ata çfarë bënin? Bënin skanim të fundit detit dhe ku shikonin anomali, dërgonin robotin. Dhe këtu u pa një anomali në fundin e detit, pra që nuk ishte normale konfiguracioni, dërgohen dhe gjetën pikërisht këta anije në fund detit. Foto tjetër? Titaniku, domethënë. Ja presim një moment. Këta janë anëtarët e gjyqit. Ja, pritë, tani këtu mund të ulesh këtu, se ndërkohë